Drejtori i përgjithshëm i burgjeve Klevis Qosja, gjatë fjalës së tij në Komisionin për Çështjet e Brendshme dhe të Mbrojtjes, ka deklaruar se kreu të Partisë së Lirisë Ilir Meta nuk i është ndaluar asnjë takim apo bisedë telefonike. Qosja tha se Meta, që nga dita e arrestimit deri më sot, ka kryer 3600 komunikime telefonike. Ai përmend më tej një incident ku tha se është vendosur masë disiplinore pasi Meta u lidh live me një studio televizive. Sa i përket rastit Meta, pyetjes së zotit Balliu, aktualisht çdo i paraburgosur korespondon që të ketë masën e sigurisë arrest me burg. Masa e sigurisë arrest me burg, edhe nga vetë organi që ka kërkuar dhe që ka miratuar të masë, kuptojnë që ka disa kufizime ndryshe nga jeta jashtme apo ndryshe nga një i dënuar. Nuk i është ndaluar asnjë takim zotit Meta, ka realizuar të gjitha takimet që kanë autorizimin e prokurorit pa përjashtim. Nuk i është ndaluar asnjë komunikim telefonik, përkundrazi, deri në ditën që flasim ne sot ka 3600 komunikime telefonike. Ka pasur një incident lidhur me një komunikim telefonik që është shfaqur në një studio, për atë veprim institucioni ekzekutiv vendimi penal 313 e ka shqyrtuar në komision dhe ka vendosur një masë disiplinore për këtë veprimtari. Për vetë faktin që është masë arrest me burg, po dhe për ruajtjen e rendit dhe qetësisë. Nëse të gjithë paraburgosurit do dilin nëpër media, do flisin të gjithë secili tregonte historinë e vet, apo të kërcënonin njerëz, kush e ka futur në burg për raste hakmarrje apo siç tha dhe ju grupet kriminale dhe tjera, nuk mund të jemi në këto kushte.